të nderuar të ftuar, banor të Markatit dhe jo vetëm të Markatit. Të nderuar deputet, të nderuar kryetari i Këshillit të Qarkut, përfaqësues të shoqatës Çamëria, mirë se keni ardhur këtu në qendrën historike të luftës. Këtu, më 2 shkurt, u krijua Çeta Partizane Çamëria, me themelues Saki Rushiti. Pavarësisht ngjyrimeve politike që janë dhënë në vite për historinë e luftës zonës tonë dhe historinë e luftës në Shqipëri, ne na lind detyrimi moral që këto data historike t'i përkujtojmë në vite. Ne përpiqemi që këto data historike të zonës tonë, krajinës tonë, t'ju apërçojmë brezave. Dhe në qoftë se nuk ka përkujtime të tilla, atëherë as brezat s'kan nga ta dinë çfarë është bërë në territorin tonë, në krajinën tonë, në Konispolin tonë. Nesër, pas nesër, do të vazhdoj të jetë Konispoli apo jo, do jetë bashki më vete, apo do të jetë e integruar në bashkitë e tjera, kjo do të ngelet në ditët në vijim. Por, sido që të jetë, luftën që është bërë këtu, historinë që është bërë këtu, s'ka njeri që ta anatemoj dhe ta shuaj nga historia. Dhe për këtë do të jemi ne, jeni ju, janë brezat në vijim, që do të mbajnë këto data në memorien e gjithë secilit prej nesh. Gëzuar festën, liria është këtu mes nesh. Sakrificë që nuk harrohet. Kjo ka qenë kryefjalë në ceremoninë e përkujtimit të krijimit të Çetës Çamëria në Markat të Konispolit, e krijuar më 2 shkurt 1943 nga vullneti i bijve të Çamërisë për të luftuar pa kompromis kundër pushtuesit e tradhtarëve. Bektash Shori, në cilësinë e kryetarit të veteranëve të Konispolit, kujtoi se Çeta Çamëria u krijua fillimisht me 36 partizan, por që shumë shpejt u bën 600 luftëtar. Ne ndodhemi këtu në Markat, ku 83 vjet më parë, në kodrën e Kunjit, 36 burra, patriot, nga Çamëria, nga Konispoli, nga Filati, u mblodhen dhe krijuan Çetën Çamëria, Çeta e dytë në Shqipëri, pas Çetës së Myslim Pezës. Kjo është Çeta e parë në qarkun e Gjirokastrës. Në kuadër të kësaj Çete, u krijua batalioni Çam. Dhe në kuadrë të batalionit Çam, në gusht të 24 u krijua brigada 19 sulmuese, brigada e vllazërimit midis shqiptarëve dhe minoritarëve. Krijuan brigada 19 sulmuese, e cila mori pjesë në të gjitha 87 luftime, që nga Konispoli e deri në Beqigrad. Në përshëndetjen e tij, kryebashkiaku Rigel Zdule vlerësoi rëndësinë e kësaj Çete që mbrojti Konispoli dhe u bë pjesë e betejave për lirinë e gjithë vendit. Çdo sakrificë na kujton se liria ka patur gjithmonë një çmim, u shpreh deputeti Ardit Bido, duke bërë apel për ta mbajtur gjallë këtë kujtesë, për ta nderuar me dinjitet dhe të përcjellën në brezat që vinë si një udhërrufyes për të ardhmen. Aktiviteti i sotshëm dhe përkujtimi i vijueshëm i krijimit të Çetës Çamëria është një domosdoshmëri, dhe nuk është domosdoshmëri për të kaluarën, por për të ardhmen. Duan të bëjnë vazhdimisht, dhe ka histori vazhdimisht, që duan të bëjnë pjesë si emri Çamëri, ashtu edhe luftën e dytë botërore, luftën e shqiptarëve. Dhe është pikërisht krijimi i Çetës Çamëria që është përgjigja më e mirë që ne mund t'ju japim të gjithëve. Çeta Çamëria është krijuar si vetë organizim i të gjithë atyre patriotëve në zonën e Çamërisë dhe është çeta e parë në jugun e Shqipërisë. Çeta Çamëria është krijuar dhe ka bërë betejën më jetëgjatë, më të madhe në Ballkan ndaj pushtuesve nazifashist, luftën 55 ditore të Konispolit, krahas dhjetra sulmeve të tjera ndaj forcave pushtuese. Kështu që ja vlen që ne këtu gjithë bashkë dhe t'ju themi gjithë atyre të cilëve duan të bëjnë pjesë si luftën e dytë botërore dhe Çamërinë, që nëse duan le të vinë këtu dhe ta thonë. Nëse duan që të flasim për Çamërinë si njerëz të cilët kanë bashkëpunuar me nazizmin që her pas here e hedhin në treg, hajde le ta thonë këtu, ja ku është fakti historik, ja ku janë dhe pasardhësit atyre trimave të cilët luftuan për atë dhe për çlirimin ndaj pushtuesve nazifashist. Le të vinë dhe ta thonë këtu. Kush do të bëj pjesë luftën e dytë botërore që ta lidhi vetëm dhe vetëm me komunizmin, le të vi ta thot këtu. Ku Çeta Çamëria nuk u krijua me ndonjë urdhër partie, u krijua si një bashkimi të gjithë patriotëve për të çliruar atë në kuadër të ushtrisë nacionale çlirimtare, e cila luftonte pushtuesit nazifashist. Kush do të bëj pjesë luftën e dytë botërore dhe luftën e partizanëve, le të vi dhe ta thot këtu në krijimin e Çetës Çamëria.
Fatkeqësisht ne nuk i kemi vetëm nga jashtë sulme, ne kemi kryesisht nga brenda. Ne kemi njerëz të cilët janë të shitur, ne kemi njerëz të cilët vinë dhe flasin tjetër gjë këtu edhe thon tjetër gjë në Tiranë. Prandaj, krijimi i qetësçamëria dhe për kujtimi i vijueshëm i gjithë atyre të cilët u çuan dhe luftuan për atë është domosdoshmëri vit pas viti. Faleminderit shumë për ftesën zoti kryetar, kryeministër. Është domosdoshmëri që ne të përkujtojmë vazhdimisht çamërinë, sepse çamëria do të mbijetojë aq kohë sa ekzistojnë jo vetëm çamët, po sa përmendet, aq kohë sa kujtohet, aq kohë sa ne themi të vërtetën historike që çamëria është shqiptare, se ka qenë shqiptare dhe ndoshta një ditë do të jetë sërish. Faleminderit shumë. Të pranishëm në ceremoni, banorët nga fshatrat e Bashkisë Konispol dhe nga fshatrat të minoritetit grek, kryetari e Komitetit të Veteranëve të Sarandës Neriman Gjivogli dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Elvis Moçka, të cilët kryen homazhe dhe vendosin kurora me lule në lapidarin kushtuar të rënëve të çetës Çamëria.